Të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për situatën e politikës dhe të sigurisë. Çfarë po ndodh atje? Kemi të ftuar zotin Flamur Hyseni, profesor në Fakultetin Juridik në Prishtinë. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zoti Balla, faleminderit shumë. Faleminderit. Profesor, pak ditë më parë, kryeministri Albin Kurti mblodhi Këshillin e Sigurisë edhe dha informacione duke ngritur alarmin për sulme të mundshme për një skenar destabilizimi nga Serbia, por apo përdoret ky mekanizëm, pra kjo retorik për mbuluar dështimin në mosformimin e qeverisë së re? Mbase mund të shihet ashtu, sepse veprimet politike nga njerë në fazat e tranzicionit, zakonisht kur qeveria tani është me mandat të përfunduar, mund të duket ashtu, por aspektet e sigurisë janë mjaft serioze në raport të Kosovës me Serbinë, kur dihet që Serbia ko pasojë ka bërë provokimet e tilla dhe nuk ka mbet vetëm në nivel të provokimit, sepse ka pasur veprime konkrete, siç është sulmi i fundit në veriun e Kosovës, në fshatin Banjska, atje dhe janë parë skenarët e ndryshëm dhe veprimet që ndodhen atje dhe reagimin e shtetit Kosovës përmes institucioneve të sigurisë, policisë Kosovës në këtë rast. Prandaj këtë duhet parë në dy aspekte. E para mund të reflektojë ashtu që duket si sjellje politike për shkak kësaj fazes së tranzicionit, por e dyta, ne që e shohim realitetin çdo ditë këtu, aspektet e sigurisë duhet i marrim shumë serioze, sepse pikërisht pas asaj ka dhe tentime tjera, siç kishte në qytetin e Gjakovës me agentët, të cilët ndodhi atje arrestimi ose kapja e tyre e suksesshme. Prandaj çdo aspekt në raport të sigurisë me Serbinë duhet merret seriozisht. Edhe pse konteksti historik dhe politik i Kosovës në këtë aspekt të sigurisë është pak më specifik në raport me dimensionin e sigurisë, nëse shihet për shtetet tjera për rreth, për shembull Shqipëria, nuk ka këtë problem, Maqedonia nuk ka këtë problem, Malizi nuk ka këtë problem, ndërsa në Kosovë ka dhe një prezencë ndërkombëtare të sigurisë, që është misioni i KFOR-it përmes mandatit të tij në Kosovë që vepron me autorizimet e NATO-s. Profesor, ju në çfarë niveli do ta vendosnit alarmin, nisur edhe nga rastet e fundit të serbëve të arrestuar, por disa prej këtyre gjykata i ka liruar? Po, gjykata nuk mund ta mbajë asnjëherë nëse nuk ka prova të mjaftueshme, nuk ka dyshim të bazuar. Prandaj këto janë veprime procedurale të organeve të drejtësisë. Por në aspektin e sigurisë, unë e shoh shumë serioze çdo veprim dhe çdo nismë të qeverisë, kur është në pyetje raporti me Serbinë dhe tentimet që mund të bëhen nga Serbia në territorin e Kosovës. Po, përsa i përket metodave, pra kemi vazhdimsi të njëjtës metodë, kamuflimit si Pelegrin, nëse marrim edhe rastin e fundit, apo mundet që kemi edhe diçka, një surprizë në një aspekt tjetër, pra një skenar tjetër nga Serbia. Çfarë mendoni, ku mund godas? Nuk përjashtohet mundësia, Serbia ka bërë veprime të tilla me grupe paramilitare, siç quhen, ose me grupe të orkestruara që të destabilizojnë sigurinë në pjesën veriore të Kosovës. Prandaj përgjigjja e menjëhershme çdo qasshme e institucioneve të sigurisë Kosovës është mos e duhur. Përveç listës serbe, mendoni që realisht